Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhet në 1+1. Viti shkollor po përfundon. Fëmijët do të pushojnë për 3 muaj, por pyetja që po trokit gjithnjë më fort është apo i njohim ne më fëmijët tanë? Në vend të librave po shohim rrahje, në vend të edukatës kërcenime, në vend të sigurisë frikë. Bullizëm, dhunë psikologjike, video poshtruese, përleshje mes nxënësve, madje dhe raste me thika. A janë këto vetëm incidentet e izoluara apo alarm se diçka po shkatrohet në heshtje brenda brezit të ri? Sonte flasim pa filtra për dhunën mes moshatarve, heshtjen e institucioneve, rolin e prindit kuptohet, shkollës dhe shoqërisë, si dhe për rëndësinë e zbulimit dhe parandalimit të hershëm të bullizmit që në fillim. Të gjitha këto do t'i shtellojmë me sociologun Denis Raufin, ndërkohë unë pa humbur kohë, i them Imrama mirë se erdhe dhe faleminderit që pranot ftesën në këto momente, zotri Raufit. Mirë se erdhe të një. Imrama, faleminderit për ftesën. Është kënaqësia jonë. Zotri Raufi, apo rritet para syve tanë të themi një brez i dhunshëm dhe bullizues, apo një brez me edukat dhe vlera tjera që ndoshta ne nuk i kuptojmë? Unë mendoj që fatkeqësisht në kohën tonë bashkëkohore, vetëm sa vjen dhe shtohet dhuna në për shkolla, institucionet edukuese, pasi që është një kohë në të cilën ka marrë një hovë shumë të lartë rrjetet sociale, teknologjia, dhe kjo ndikon në mënyrë shumë negative tek edukimi i fëmijëve, ku në vend që të nxjerrin vlerat e tyre, ata nxjerrin aspektin destruktiv. Kemi një brez i dhunshëm dhe bullizues, apo një brez më edukativ dhe me vlera të tjera? Unë para ca vitesh kam bërë një studim empirik në lidhje me bullizmin në shkollat në qytetin e Shkupit, dhe rezultatet më kanë dalë shumë shqetësuese. Afro 50% e nxënësve kanë përjetuar bullizëm dhe gjithashtu janë përfshirë në bullizëm, që është një shifër shumë tronditse dhe shumë e dhimbshme për ne si shoqëri. Kur dhuna hyn në shkolla, kush ka dështuar, zotri Raufi? Prindi, sistemi arsimor apo e gjithë shoqëria? Në momentin që dhuna futet për shkollat tona, unë mendoj se kanë dështuar të gjithë njëkohësisht. Ne si shoqëri, prindrit dhe institucionet edukative arsimore, pasi që synimi i 3 këtyre sektorëve ose përbërzve të rëndësishëm që e kemi për detyrë të mund të edukojmë një shoqëri ose nxënësin në mënyrë sa më adekuate, dështojmë. A mund të më tregoni se pse fëmijët sot po e filmojnë dhunën në vend që ata të denoncojnë dhe parandalojnë në kohë reale dhe jo të nxjerrin telefonat ose celularët dhe të xhirojnë dhunën nëpër shkolla? Pasi që sot mendoj se është krijuar një shoqëri e konsumerizmit. Pasi gjithçka që konsumojmë është pikërisht kjo. Dhe fatkeqësisht nxënësit sot ose fëmijët tanë sot konsumojnë indiferencën shoqërore. Pra të gjithë pa përjashtim tregojmë. Arsyeja besoj është e kemi të vështirë që të mund të përfshihemi, pasi përfshirja kërkon përpjekje, kërkon vullnet dhe kërkon një sakrificë nga secili prej nesh. Dhe mungesa e kësaj është një lloj rehatie, komoditeti dhe thjesht spektator. Troç, shumë sinqerisht, a është sot të themi, a është telefoni sot arma më e fuqishme e bullizmit modern nëpër shkolla? Unë nuk do thoja që telefoni është arma më ekstreme, por mendoj se mënyra me të cilën ne e përdorim telefonin shndrohet një armë shumë e dëmshme për fëmijët tanë. Kur një nxënës kërkon ndihmë në heshtje, a dim ne të dallojmë çfarë thot praktika? Praktika dhe vuan nga bullizmi gjithmonë. Praktikat thonë që shpeshherë ne nuk dim ta dallojmë. Dhe meqense nuk dim ta dallojmë, e ushqejmë atë bullizmin dhe kështu ju krijojmë edhe një lloj mungese vetbesimi fëmijëve. Pse mungon edhe pse nuk e dim ku qëndron problemi? Nga ana e sistemit arsimor apo nga ana e prindërve, apo ku qëndron problemi se nuk e dim ta dallojmë ne këtë dukuri? Problemi i parë dhe më i rëndësishëm besoj se e kemi kthyer në normalitet dhunën.
gjithë ne si shoqëri, dhe tjetra është nuk përpiqemi të ndërtojmë mekanizma të shëndetshëm institucional dhe familjar që të mund ta shërojmë dhe Cilat janë ato mekanizma 3 pika kryesore që duhet të ndërtojmë bashkërisht? Mekanizmi i parë është që si në familje, ashtu edhe në institucionet edukative arsimore, të theksohet rëndësia e edukimit mbi vlerat. Tjetra është që të mund t'ju ofrojmë një ambient të sigurt dhe tjetra është një kohezion shoqëror. Çfarë fshihet pas një buzëqeshjes një fëmije që hesht dhe vuan nga bullizmi? Cilën ato pikat, simptomat, sinjale që një fëmijë po e jep? Çfarë fshihet pas buzëqeshjes së një fëmije? Unë mendoj që pas buzëqeshjes së një fëmije i cili përjeton bullizëm, fshihet një vuajtje shumë e madhe. Dhe ndjen që nuk shumë njerëzit ose njerëzit rreth rrotull ti nuk bashkë ndjejnë me të dhe ndjehet shumë i vetmuar. Institucionet a reagojnë në kohë reale apo vetëm pasi zbulon rastet dhe bëhen publike në rrjetet sociale? Nota e përgjithshme e juaj. Një nga problemet kryesore është ne ose institucionet tona reagojnë vetëm pasi ndodh një rast tragjik dhe unë nëse do e vlerësoja me notën 4, deri te 10-a 4 do e vlerësoja. Ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hausish për gjitha këto. Urdhani. Të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. I ftuari ynë është sociologu dhe një herët edhe asistenti në Universitetin Ana Terezë në Shkup, zotri Denis Raufi. Pra, zotri Raufi, pse po rritet një brez më i fortë dhe më agresiv të themi dhe çfarë po ndodh sot me të rinjt tanë që dhuna, siç e thatë edhe ju, gjithnjë më shumë po normalizohet dhe po mëson edhe fëmijët të rriten në banka shkollore me dhunë? Unë mendoj se problemi kryesor, sepse dhuna vjen vazhdimisht duke u rritur, është fakti në shoqërinë ose në periudhën në të cilën ne jetojmë në periudhën e teknologjisë ku fëmijët kanë akses tek shumë informacione. Dhe një nga problemet është sepse ata nuk janë të aftë të mund të dinë se cilat informacione t'i marrin dhe cilat jo. Dhe nga ana tjetër ekziston mungesa e kontrollit prindëror. Për të cilën do të bisedojmë pak më vonë. Dhe unë besoj që ky është një mekanizëm shumë i rëndësishëm sepse dhuna vjen duke u rritur vazhdimisht. Dhe në nivelin ton, nëse shohim në gjithë shoqërinë tonë, jo vetëm në shoqërinë në Republikën e Maqedonisë Veriut, por gjithandej është në çdo rrjet social, në momentin që futesh, gjëja e parë që ti shef dhunë verbale, ofendime. Pikërisht për këtë pjesë, a kemi hyrë në fazën kur fëmijët më nuk dinë të komunikojnë dhe nuk dëshirojnë të komunikojnë pa agresivitet të tepruar? Po, mendoj se po, pasi që fëmia mëson nga ajo që shef. Pra, meqense se fëmia është një qenie e pastër që në momentin që lind, ai merr nga rrethi shoqëror, duke filluar nga familja kryesisht dhe pastaj nga rrethi shoqëror në të cilën jeton, merr mënyrat e sjelljes. Dhe ajo që e dim është të gjithë fëmijët pa përjashtim që si fëmijë shumë të vegjël, fillojnë dhe përdorin rrjete sociale, shohin video të ndryshme, shohin përmbajtje të ndryshme të cilat në mënyrë direkte ose indirekte përfaqësojnë dhunë. Zotri Raufi, a është bullizmi sot më i rrezikshëm se sa para 5 ose 10 viteve ase kur në gjeneratët tona kemi qenë pjesë e procesit edukativ arsimor, se gjithnjë kemi dëgjuar ne, gjenerata jonë, ta themi, që edhe ne ma herët kemi pasur bullizëm, por kinse nuk i kemi ditur se bëhet fjalë për bullizëm edhe i kemi anashkaluar, kështu që më radhë. A është sot bullizmi sot më i rrezikshëm se sa para 5 dhe 10 vjeteve? Po, është e vërtet kjo që ka ekzistuar, ose mund ta them bullizmi ose dhuna edhe më herët. Por në kohërat e mëhershme nuk kanë ekzistuar rrjetet sociale fatmirësisht. Tani, ajo sepse është më e rrezikshme është pasi që çdo lloj bullizmi arrin që të shpërndahet në gjithandej. Dhe është më e dëmshme pasi që viktima në këtë rast ndihet edhe më e cënuar.
më herët ndoshta kanë ekzistuar, për shembull dhuna brenda shkollës, por është mbyll brenda shkollës. Tani fillon dhuna në shkollë dhe përfundon në për rrjetet sociale dhe vuajtja e viktimës është më e madhe dhe dëmi që shkakton. Pikërisht kjo. Tani më tregoni se përmendet pse mungon thua prindi në jetën emocionale të fëmijës. Cili është arsye, dinamika e jetës, a çfarë? Tani, unë nuk është se dua të vëllfajnë vetëm tek prindërit, ashtu siç e the edhe ti, është jeta është bërë shumë dinamike. Kanë familjet në kohën e sodit përballen me shumë vështirësi dhe këto vështirësit i pamundsojnë një kohë cilësore që ai mund ta kalojë me fëmijët. Po ku mbetet ajo edhe pa kohë që ka një familje që ta parandaloj ose të ndaloj që të bisedoj. Pyetja radhës që po më vjen është se apo i zavendoson telefonit të themi bisedat brenda familjes. Edhe për atë pak mungesë ose pak kohë që kanë një familje për t'i përkushtuar njëri tjetrit. Kjo është evidente, domethënë po të shkojmë në çdo hapësirë që sot ekzistojnë njerëz ose frekuentojnë njerëz, ajo që do shohim është që të gjithë rinë në për rrjete sociale, në për telefona. Kjo fatkeqësisht është futur edhe në familje. Madje dhe darkojmë me telefona, të themi në shumë të rasteve. Pikërisht, domethënë kur shpeshherë ajo që un kam parë është në momentin që nuk kemi telefona në përduar, nuk dim se çfarë themi. Sepse e vetmja gjë që ne krijojmë është futemi tek ajo bota virtuale, e cila është inekzistente, por e cila na thith shumë energji. Dhe kjo pastaj ndikon tek ajo që nuk kemi energji, kohë që të mund t'ja Ne tani nuk kemi telefona, po kemi shumë çka për të folur në këtë temë dhe ma tregoni se shumë prindër thonë se fëmia ime është i qetë, por a është ky vetë mashtrim, sepse ndoshta nuk e njohin fëmijën e tyre që çfarë botë ka jashtë shtëpisë. Ekzistojnë dy elemente këtu. Në momentin që fëmia është i qetë, ai mund të tregojë sepse realisht prindrit përkujdesen, i japin kohë dhe kështu duhet të jetë fëmia. Çdo fëmijë duhet të jetë i qetë. Por ekziston edhe një lloj qetësie, jo tamam qetësi, por një lloj mshefje e gjithë dhunës që përjeton ose bullizmit që përjeton fëmia, por të cilën nuk e shpreh. Pasi që nuk ndjehet i mirë kuptuar nëse do e thotë ose ka frikë, mos do e sulmojnë më tepër ose që nuk do e kuptojnë prindrit e kështu me radhë. Dhe besoj që shpeshherë këtë qetësinë që ne themi vjen nga frika që prindrit nuk do e kuptojnë. Tani më tregoni në bazë të gjitha hulumtimeve që i keni bërë në të kaluarën, më tregoni se a i njohin realisht botën që jetojnë fëmia ynë kur del nga shtëpia, prindrit a e din se çfarë botë ka fëmia e tyre? Fatkeqësisht jo, në çdo rreth shoqëror, sado që ne e njohim rrethin shoqëror, duke u filluar nga familja. Çdo familje ka mënyrat, zakonet, traditat e veta me të cilën shprehet. Gjithashtu çdo familje i ka të tijat. Problemi ndodh që fatkeqësisht prindrit mendojnë që ashtu siç e ka edukatën dhe traditat dhe mënyrën e funksionimit në familje, do e kenë edhe të tjerët. Dhe nuk shkon që të interesohet se si a ekziston në një lloj kohezioni dhe çfarë fryme ekziston në klasën ose në ambientet në të cilat frekuenton fëmia i tij, dhe kjo gjë krijon shumë paqartësi dhe shumë mënyra ndryshe funksionimi. Po hajde t'u tregojmë prindërve se si ta kuptojnë se një prind se fëmia e tij është viktim apo vetë ushtron bullizëm. Gjëja e parë dhe më e rëndësishme është që çdo prind pa përjashtim duhet të ndajë kohë për fëmijët e tyre. Siç të thash tek ai hulumtimi që kam bërë empirik mbi 650 nxënës të shkollave fillore, ajo që kam vëre te disa nga përgjigjet është në fakt shumë nga nxënësit të cilët kishin përjetuar bullizëm tregonin që nuk e kanë shpreh me askën tjetër. Ndoshta me shokun ose shoqen më të afërt, por jo me prindërit. Dhe unë besoj që ajo shoqe ose shoku e afërt të bankës, të themi hipotetikisht, nuk ka treguar nëse fëmia i bullizuar, të themi, që është i ushtruar dhunë psiqike, të themi, nuk din ta denoncoj, pse shoku i bankës nuk është në gjendje për ta denoncuar. Problemi është që fillimisht ekziston një lloj mungesë dije ose informacioni se çfarë është bullizmi. Pra, gjitha këto ngacmime që ndodhin
kur tregojnë shokut ose shoqes me njëra tjetrën, nënkuptohet si diçka normale. Kjo tham në fillim, siç e thash, ai problemi i normalitetit të kësaj problematike, pra ngacmimeve ose bullizmit. Pra, shumë ngacmime konsiderohen tani si normale dhe për këtë duke i mshefur ose duke mos i thënë, ato grumbullohen dhe pastaj krijojnë pasoja më të rënda. Pikërisht, po, më falni që ndërpres. Pikërisht këtu do të ndalem. Cilat janë alarmet apo simptomat e para që shumica e prindërve nuk i shohin dhe duhet të reagojnë? Po vazhdoni edhe tek nxënësit. Disa nga faktorët ose elementet se si dallohet se një fëmijë mund të jetë i bullizuar është në momentin kur izolohet, fillon të izolohet. Kjo është e para. Tjetra është kur fillon dhe e lëshon mësimin. Kur fillon dhe nuk dëshiron më të shkojë në shkollë. Kur fillon dhe qëndron më shumë në rrjetet sociale ose harxhon kohë më tepër në telefon. Pra këto janë disa nga elementet fillestare që tregon se diçka nuk është në rregull me fëmijën. Në momentin që çdo prind i shef këto elemente duhet të reagojë. Pra duhet të reagojë, çfarë do të thotë? Jo një reagim kështu, por të interesohet dhe të fillojë ta kuptoj botën. Se çfarë ndodh dhe çfarë ndryshimi ndodh dhe pastaj të interesohet tek shkolla duke në bashkëbisedim me mësuesin e kështu me radhë. Kur jemi te shkollat dhe kur jemi duke biseduar për këtë temë, apo e humb shkolla autoritetin edukativ në këtë moment? Është vështirë, se ju jeni edhe në pedagogjinë në shkollë fillore, nëse nuk jam gabim. Sigurisht e keni pas raste. Si e keni zbuluar ju, para se të më përgjigjeni tani, si e keni zbuluar ju, a keni pas raste deri më tani që e keni zbuluar se ndoshta një fëmijë është pjesë ose është pjesë e bullizmit ose që ushtron bullizëm e kështu me radhë? Do me thënë, të filloj fillimisht me atë të parën tek autoriteti, unë mendoj se ka fillu të zbehet autoriteti shkollës. Pikërisht për këtë arsye se nuk e bën zbulimin e hershëm? Jo, por për arsye që ekziston një mungesë bashkëpunimi me prindërit. Pra, prindërit nuk dëshirojnë shumë të bashkëpunojnë me mësimdhënësit fillimisht. Pastaj me gjithë shkollën, me shërbimin pedagogjik e kështu me radhë. Tjetra është nuk ka një mekanizma të shëndosh institucional se si ti parandalojmë ose si tu vendosim kufi nxënësve. Mendoni se nuk ka sistem parandalues apo për vetë reagim pasi reagimi vetëm ndodh pasi ndodh të themi zbulohet në rast? Këtë po dëshironi të thoni? Unë mendoj që të mund të parandalohet bullizmi, për shembull nëpër shkolla, ajo që është e nevojshme është një punë e vazhdueshme e shërbimit pedagogjik në ato shkolla, e mësimdhënësve, por fatkeqësia është edukata vjen edhe nga familjat. Do bisedojmë pak më vonë ne për trekëndëshin prind, mësimdhënës dhe nxënës, por edukata buron edhe nga shtëpia. Tani në aspekt të shkollës ose institucioneve arsimore, unë du ta di në të shumtën e rasteve si e shihni ju, a reagojnë shkollat vetëm pasi zbulon të themi raste të tilla apo ka raste të veçuara kur ka dhe karakterin të themi parandalues? Gjithmonë jemi duke biseduar për bullizmin. Shkolla gjithmonë përpiqet të krijojë mekanizma parandaluese, fushata të ndryshme, punë individuale me nxënësit, me prindërit, por nga mungesa e, si ta themi, kuadrove, jo kuadrove se nuk ekzistojnë, por mundësi që të ketë më shumë të punësuar. Për shembull, nuk mundet një pedagog, sociolog, psikolog ose nuk e di se çfarë, të mund të merret me më shumë se 300, 400, 600 nxënës. Po jo të gjithë, ama jo të gjithë janë problematik. Në këtë drejtim, a kanë shkollat kapacitet real për trajtim psikologjik të nxënësve problematik që para se të ushtrojnë, po vetëm janë problematik, më kuptoni, dhe vetëm kur janë ta zbulojnë dhe të trajtojnë të miren me këtë fëmijë. Kjo po, por kanë kapacitet as kanë? Kanë kapacitet për këtë gjë, që të merren me nxënësin që shfaq simptoma. Por synimi i sistemeve parandaluese ose i mekanizmave parandaluese është të krijohen fushata dhe projekte të ndryshme që mos të vi që një nxënës të shfaq si ta themi veprime negative. Po çfarë bëjmë nga ana tjetër tani, se luajmë rolin e avokatit edhe të sistemit arsimor dhe të prindërve, po çfarë bëjmë edhe sikur të kemi të themi fushata, programe të ndryshme të nxënësve, kur nga ana tjetër në familje shohim dhunë brenda antarëve të familjes.
Ti e the edhe pak më herët, ne çfarë do lloj gjëje që të bëjmë, çfarë do lloj mekanizmi që të krijojmë. Nëse nuk e kemi mbështetjen e familjes ose e prindit, se në këtë rast të gjithë jemi prindër, duke u nisur nga vetja. Pra nëse ne nuk përkujdesemi për fëmijët tanë, nëse ne nuk dedikojmë kohë për fëmijët tanë, çdo kusht tjetër, çdo institucion tjetër do e ketë të pamundur që të përkujdeset. A më lejoni t'ju pyes shumë sinqerisht, sa jeni të kënaqur nga psikologët, sociologët dhe pedagogët kur në shkollat e tyre ndodhin raste, zbulojnë raste të tilla të bullizmit më të rëndë, të themi, ose mesatar, pavarësisht është bullizëm. Sa jeni të kënaqur ju nga kolegët? Do shta është pyetje edhe jo e mirë për t'i gjykuar kolegët, por unë besoj se tani për ato shkolla dhe atë realitet të cilën unë e njoh, por besoj se ekziston gjithandej, realisht bëj një punë të jashtëzakonshme, por fatkeqësisht na duhet që përveç detyrimeve bazë, shpeshherë shërbimi pedagogjik merret edhe me disa elemente të cilat nuk janë në kuadër të këtij, nga mungesa e shumë elementeve të tjera që janë përtej fuqisë së shkollës. A ka raste kur do një staf pedagogjik dëshiron që ta hesh një çështje e bullizmit? Keni dëgjuar në hulumtimet çfarë rezultate kanë treguar? Që hajde ta mos bëhet e madhe, të themi, që do me thënë, kjo si mentaliteti jonë shoqëror është shpeshherë përpiqemi që rastet e dhunës t'i mbulojmë. Kjo është një nga mentalitetet më negative që unë kam parë. Dhe jo vetëm në përshkolla, por kjo gjithandej ndodh tek shoqëria jonë. Pra përpiqemi që rastet e dhunshme, bullizuese, të mund t'i heshtim në një farë forme, pa meçuar deri në, si ta themi, në hapat institucional të nevojshëm. Kur jemi duke biseduar për telefonat, celularët në përshkolla, unë kam më shumë bindje, më përmisoni nëse jam gabim, se stafi arsimor më shumë friksohet që do një fëmijë mos helbete bën ndonjë video që nuk është mirë për mësimdhënësit ose për të themi kredibilitetin e shkollës, sesa që ndodhin këto raste. Më përmisoni se shpesh kam dëgjuar mësimdhënës që thonë pash zoti mos në nxjerrë telefoni se po na xhiron ndonjë gjë na del në rrjetet sociale. T'jemi sinqert, mund të ketë ndonjë rast të tillë, por në eksperiencën time është realisht telefonat, përdorimi i telefonave në përshkolla dhe mungesa e kontrollit të tyre nga ana e prindërve realisht mund të shkaktojnë shumë problematika. Ka qenë rasti i bile isha këtu, ja u thash edhe më herët në një emision tjetër mbi një problematik që u shfaqja e loja Spider-Man që e bënin nxënësit në përshkolla. Dhe të gjithë e kishin mësuar nga rrjetet sociale. Dhe pikërisht ndodhi edhe te shkolla në të cilën punoj unë, por gjithandej u shfaq si një fenomen negativ pasi që realisht lëndoheshin nxënësit. Sepse ata janë fëmijë dhe nuk e kanë atë aftësi që ta kuptojnë se a është e dobishme ose jo. Por këtë është e nevojshme një kontroll dhe edukim tek mënyra se si duhet ta përdorin. Se çfarë informacione marrin? Domethënë që duhet të krijojmë një rregull të ri, ndoshta në nivel kombëtar, sidomos në përshkollat fillore, që përdorimi i telefonave të ndalohet. Dhe i rrjeteve sociale që të mund të ndalohet, shumë shtete në botë kanë bërë. Pasi që realisht nuk është vetëm tek çështja a do e përdor dikush, por edukohen me një mentalitet shumë dhunues. Ka një iniciativë, zotri Raufi, në këtë drejtim për dalimin e telefonave? Mendoni se është gjithë reale, apo nuk është kozmetik? Nuk është reale, unë nuk mendoj se është gjithë reale. Një pjesë është. Pa pjesën tjetër, pa një edukim konkret nga prindërit, do jetë gjysmake përsëri, sepse në momentin që do e mbaroj shkollën, ai do kthehet në shtëpi. Pas mësimit do e ketë telefonin. Pra, përveç se në shkollë, unë besoj që duhet edhe një mënyrë e re e edukimit të prindërve se si duhet fëmijët e tyre t'i përdorin telefona dhe në këtë rast rrjetet sociale. Tani kur ishim duke biseduar për rëndësinë e trekëndëshit prit mësimdhënës-nxënës, ju pak a shumë e përmendet se mungon komunikimi vazhdueshëm mes prindërve dhe fëmijëve të tyre, por si është ky komunikim edhe me mësimdhënësit? Se kam fjalën këtu në këtë drejtim se çfarë po ndodh kur prishet ky trekëndësh, të themi prit mësimdhënës-nxënës?
Unë kam një këndvështrim tjetër mbi këtë trekëndshin. Për mua trekëndshin nuk duhet të jetë prind, mësimdhënës, nxënës, por nxënësin duhet ta fusim në mes të këtij trekëndshi dhe duhet të jetë prind, mësimdhënës dhe institucione arsimore ose edukativo-arsimore që fillon nga shkolla, te komuna, te ministria dhe e gjithë shteti. Dhe nxënësi duhet të jetë në mes. Pra nxënësi duhet ta ketë përkushtimin të tre këtyre faktorëve, sepse ne të gjithë duhet të punojmë për nxënës, që është fëmijët. Janë fëmijët tanë, janë ardhmja e shoqërisë tonë. Nëse ne nuk dedikojmë kohë, prindërit realisht duhet të bashkëpunojnë me mësimdhënësit dhe gjithashtu me institucionet e tjera, që është në këtë rast shkolla ose institucionet tjera edukativo-arsimore. Edhe e njëjta gjë mësimdhënësi me të dyja. Po në të shumë të rasteve, më përmisoni nëse jam gabim, zotëri Raufi, në të shumë të rasteve fëmija në mes, sikur është në mes të luftës, të themi luftës në thojë, se kuptohet mes prindrit dhe sistemit arsimor, qoftë për notë, qoftë për bullizëm, ose nuk e pranon, kanë vështirësi dhe mësimdhënësit me prindrit, por edhe prindrit me disa. Po. Dhe kjo është e vërtetë dhe kjo do ndodh, por problematika është ajo që thashë nxënësin e bën palë. Nxënësi nuk duhet të jetë i përfshim. Për shembull, nëse një prind është i revoltuar me mësimdhënësin ose sistemin edukativ arsimor, nuk duhet ta thot para fëmijës. Pra nuk duhet që të mund ta edukoj me një farë forme të ditë. Ose e njëjta gjë mësimdhënësi të thot para nxënësit për prindrin ose për institucionet edukative arsimore, ose e kundërta, institucionet edukative arsimore të flasin negativisht për prindin dhe mësimdhënësin. Ajo që ne duhet të bëjmë është fëmijën të përkujdesimi për fëmijët dhe fëmija të ushqet vetëm me aspektet pozitive të gjitha elementeve që ati do i duhen që nesër të rritet si një qënje individuale dhe me vlera në shoqëri. Por ndryshe do mësohet me këtë mentalitetin që secili shan gjithkënd dhe askush nuk bën asgjë. Ajo kuptoj mirë pikërisht për këtë, për ta kuptuar më thellësisht të themi. Po e kuptoj mirë se ju po thoni se tani sot kemi më shumë akuza reciproke se sa bashkëpunim. Pikërisht. Pra secili përpiqet të gjej fajtorin. Detyra jonë, si prind, si mësimdhënës, si institucione edukative arsimore, nuk duhet ta gjejmë se ku është fajtori, por cila duhet të jetë zgjidhja ose cila është zgjidhja dhe të gjithë të punojmë për zgjidhjen. Sepse gjithë synim kryesor duhet të jetë nxënësi ose fëmia. Sepse ajo është, si ta themi, detyra jonë më sublime. Për atë ne gjithë përpiqemi. A bon të ju pyes diçka, në shkollë fillore kur shkoni të punoni, a shikoni ju fëmijë që shkojnë në shkollë me frikë çdo mëngjes? Ka disa fëmijë të cilët shkojnë me frikë, disa të cilat nuk duan të qëndrojnë, dhe disa të cilat si ta themi këtë procesin edukativ arsimore marrin në mënyrë shumë sipërfaqësore sepse nuk shohin asgjë. Thjesht kjo pjesa e tretë në rregull, po që shkojnë në frikë, të frikësojnë. Dhe çfarë bëjnë ju? Tani them pikërisht për juve se domethënë momenti i parë, ajo që duhet bëj besoj çdo mësimdhënës shërbyes pedagogjik është që të mund të flet me fëmijën dhe të mund të arrijë një lloj ngrohtësie emocionale me të. A arrini zotëri Raufi ta hapni këtë fëmijë që të tregohet dhe kemi pasur raste në të cilët kemi pasur fëmijë të cilët realisht janë hapur për disa çështje që ne kanë shokuar dhe pastaj në bashkëpunim me prindërit, domethënë jemi përkujdesur që të mund ta zgjidhim atë çështje. Por është shumë e rëndësishme, kemi pasur edhe raste kur vetë prindërit nuk bashkëpunojnë. Kjo është më e vështirë. Këto raste që i keni zbuluar ju zotëri Raufi, kanë të bëjnë me bullizëm, dhunë, frikë në shkolla apo që burën probleme edhe nga familja që bartën? Kemi pasur raste edhe që kanë lindur tek shkolla me bashkëmoshatarët, që vazhdimisht është trash zullumi, thënë. Janë thirrur me novka, me kështu dhe është ajo izolimi social si ndodh dhe një lloj mungese vetë vlerësimi i nxënësit dhe tjetra është kur një lloj bullizëm ose dhune në familje që kanë ndodhur. A mund të flasim shumë sinqerisht për pasojat? Çfarë pasoja lë bullizmin në psikën e një fëmije pas shumë vitësh? Lë pasoja shumë të mëdha. Si për shembull? Lë pasoja tek vazhdimisht ai fëmijë
domethënë ekzistojnë dy. Ose do arrijë që edhe fëmia i cili përjeton bullizëm do bëhet bullizues, dhe i kemi ato që sillen në mënyrë agresive, rebelohen dhe kështu shkon vazhdimisht tek jeta e tyre, dhe ka të tjerë të cilët izolohen, mbyllen dhe ju krijohet një lloj varësie nga çdo gjë. Në shumtën e rasteve një fëmijë poshtruar, të themi, bullizuar, si ka rezultuar? Bëhet nesër person i rrezikshëm për shoqërinë apo bëhet një person i mirë? Çfarë ka treguar praktika, mos të them studimi juaj, hulumtimi? Ajo që ka treguar se një njeri që ka përjetuar bullizëm më shumë ka tendenca të shkojë që të bëhet një njeri me mungesë vetbesimi në shoqëri dhe vazhdimisht të ndihet inferior kundrejt të tjerëve. Tani me qenë si edheni në procesin fillor edhe jeni asistent, mund të tërheqni një paralel, për shembull, studentat si janë, edhe pse janë në nivel ndryshe, po ka edhe atje sjellje të papërshtatshme, dhunshme, kështu me radhë. Ma tërheqni një paralel në këtë temë, kam fjalën. Domethënë, ajo që paralelen që ndoshta do mundja ta tërhiqja është që përdorimi i rrjeteve sociale është një pasojë shumë e rrezikshme e përhapjes së bullizmit dhe normalitetit të saj. Shumë gjëra që shohim, për shembull, tani nuk dua të përmend me emra, po që kemi has raste në përlajme, raste dhune, që dikush ka rrehit dikë tjetër. Brenda 4 javë kemi pasur, ose mos të them 2 muajve të fundit, kemi pas raste të ndryshme. Unë nuk kam dashur në këtë emision të trajtoj veçanërisht raste, por me qëra fjalë zotëri Raufi, si vlerësoni këto, të themi këto 3-4-5 rastet e fundit që ndodhen, qoftë në për shkollat e brendësisë vendit ose këtu në Shkup në kryeqytet, nuk është më rëndësi. Përveç se kjo duhet të dalë, përveç se te shkollat edhe tek të rriturit shohim lajme që janë zënë njëri me tjetrin, ose janë ofenduar, ose edhe janë në mënyrë verbale. Ajo që shohim është te komentet, ka njerëz që thotë mirja ka bërë sepse ka pas të drejtë, kurse tjetri thotë jo se është dhunë. Pra, shpeshherë të gjithë ne pa përjashtim, varësisht nga interesi ynë personal, përpiqemi që si ta themi, relativizojmë dhunën dhe ta bëjmë si diçka pozitive. Ne atëherë, në asnjë moment, dhuna nuk duhet të justifikohet. Dhuna është dhunë. Dhuna e çfarë do lloj forme. Duke filluar nga jo verbale deri tek ajo verbale. Ajo verbale më është vetëm ekstremi. Domethënë aty më është absurde të thuash. Po ai bie kjo zotëri Denisi se ne duhet fillimisht i edukojmë të rriturit, prindrit. Pikërisht. Unë besoj që po kjo është përveç se domethënë ne si shoqëri dhe si institucione shtetërore, si mekanizma shtetëror, sepse ne jemi shteti në kuptimin që ne jemi mendësia me të cilën funksionon shteti. Ama kjo është tragjike nëse thoni se duhet të edukohen edhe të rriturit, sepse kjo i bie se po dështojmë si shoqërinë në edukimin e brezit të ri. Pikërisht, një nga mendimtarët e ka shkruar një libër të cilën unë e përmendi shpesh kolegëve të mi, është 5 gjuhët të dashurisë, dhe konkretisht ai e flet në shoqërinë përgjithësi, po e ka dhe një libër konkretisht për fëmijët, me një psikoterapeut që është marrë me çështjet e fëmijëve. Dhe si rregull, ajo që ne duhet të shfaqim në shoqëri dhe konkretisht tek fëmijët tanë, tek të rinjt tanë, është këto 5 gjuhë të dashurisë. E para është fjalët vlerësuese. Të mund ta vlerësojmë me fjalë fëmijën tonë. Ti themi bravo, të lumt, ose t'ia vendojmë në pa vlerat pozitive. Po kush i vën në vesh se ne kemi pasur raste të fundit që fëmijët po i zgjidhin konfliktet me grushte etike nëpër shkolla, zotëri Raufi. Kjo është evidente. Domethënë, ajo që e tham, gjithmonë nuk do mundemi në mënyrë absolute të mund ta rregullojmë këtë çështje. Çfarë dua të them? Ajo që është e rrezikshme është që tani merr trajta shumë të mëdha për shkak të rrjeteve sociale pikërisht. Por çdo prind, tani kjo është një punë individuale dhe një vetëdijsim individual i çdo familje dhe konkretisht prindi, që të mund ta bëjë të vlerësoj fëmijët, të mund të ndaj kohë cilësore. Përveç me fëmijët edhe me njerëzit që përrethon. Pastaj të ofroj ndihmë, shërbime, domethënë të mund t'i bëj detyrat bashkë, po, të kenë mekanizma parandaluese, të ketë staf, është një singjir i madh. Ne e përmendemi trekëndshin magjik,
prind, mësimdhënës dhe fëmijë, nxënës, po kjo nuk është i mjaftueshme sipas gjithë kësaj kohë që ju dëgjoj. Tani, meqense zotëri Raufi jemi në fund të vitit shkollor, por a mund të themi se me bindje se fëmijët tanë po dalin, të themi nga shkollat më të edukuar, më të sigurt, apo ndoshta e kundërta, apo vetëm më të heshtur, më të friksuar, si po thoni ju në disa raste, dhe cili do të ishte mesazhi juaj gjatë pushimit veror të nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve, që të paktën brenda këtyre 3 muajve të gjithë nga pak të përkushtohemi, cili është mesazhi juaj? Ajo që unë do thoja është fillimisht ta kuptojmë që shkolla nuk është vetëm për të marrë, kryesisht shkolla fillore nuk është një fëmijë të mund të vlerësojë dhe të merr nota, por detyra më e rëndësishme e shkollës është që të mund ta edukojë fëmijën. Dhe ky edukim të bëhet në bashkëpunim me prindërit. Dhe meqense tani po vjen dhe pushimi veror dhe do kenë kohë, unë sugjeroj që secili prej nesh, fëmijët tanë, të mund t'i afrojmë afër vetes dhe të mund të ndajmë kohë me ta dhe të arrijmë që të krijojmë një raport të shëndetshëm, që ata të mund të ndjehen të lirshëm, që të shprehen tek ne dhe në të njëjtën kohë ta dinë se ne do jemi gjithmonë prezent tek jeta e tyre, jo vetëm në aspektin fizik, por do jemi prezent me gjithë morale, psiqike dhe kështu me radhë. Zotëri Raufi, unë kaq pyetje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që mendoni se nuk e kemi prekur, urdhëroni, minutat në vazhdim janë për ju. Jo, unë pikërisht me këtë doja ta mbyll, është gjithmonë të përpiqemi që ne të jemi ata të cilët e ndalojmë dhunën pikë së pari. Pra, ne jemi ata të cilët duhet që të bëjmë hapa konkret dhe nga njerëz të dhunshëm ose shprehja me të cilën shprehemi në përditshmëri, të fillojmë dhe ta gjykojmë dhe vlerësojmë sjelljen tonë, që të mund ta bëjmë sa më të hijshme, sa më të drejtë, pra të jetë një sjellje shembullore ose e virtyshme, që pastaj fëmijët tanë gjithmonë janë absorbues të mënyrës me të cilën ne shprehemi në shoqëri, dhe besoj kjo do jetë mënyra më e mirë se si ne ti edukojmë ata nëpërmjet shembullit tonë. Sado që ne flasim, sado që mund të komentojmë gjëra të ndryshme, një nga mendimtarët thotë që shoqëria në të vërtetë nuk ndryshon nga opinioni ynë, por nga shembulli. Nga veprimet në nga veprimet konkrete. Unë, zotëri Raufi, si prind pikërisht, dëshiroj që në vitin e ardhshëm shkollorës, ose nga shtatorin, do të kemi më pak dhunë dhe raste të cilat do t'i trajtojmë ne, qoftë në edicionin e lajmeve ose në emisione. Faleminderit që morët pjesë në intervistën 1+1. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, ne këtu e përmbyllim. Kjo ishte gjithçka që u përgatita sonte për juve. Faleminderit që na ndoqët. Bashkëmirupafshim javën e ardhshme, ndërsa ju vazhdoni me programin e servisit publik.